Kryeministri Edi Rama nuk zbuloi shumë detaje nga biseda kokë më kokë që pati me homologun Vučić në Beograd në ditën e parë të vizitës në Serbi, duke ju përmbajtur edhe protokollit në të tilla raste, por konfirmoi vështirësinë e dialogimit me kreun e qeverisë serbe. Është një bisedë që nuk prezumohet që të bëhet publike, por unë mund ta konfirmoj atë që me sa e kam parasysh e tha dhe ai që ishte bisedë jashtëzakonisht e vështirë. Gjatë bashkëbisedimit me gazetarët shqiptar që e shoqërojnë, shefi i ekzekutivit shqiptar u ndal edhe tek ajo që serbët e cilësuan provokim të tij në mes të Beogradit. Sikur kjo konferencë kishte ndodhur në Tiranë dhe kryeministri serb kishte thënë atë që ai mendon për Kosovën, nuk besoj që ndonjëri do ndjej i provokuar në shtëpinë vet. Duke i thënë gjërat siç janë sipas nesh, vendosim një standard qartë, sepse dhe teoria që me që jemi këtu mos ja u